Mirë mbrëma, dëgjoj se dashur, mirë se shihemi së bashku këtu me Tushin edhe Leotrimin, do ta kemi një emision shumë të bukur. Ka kohë gjatë që s'kemi biseduar për futbollin, sportin dhe erdhi rada. Pra, sonte ta kemi këtë temë që është shumë e rëndësishme për sportin shqiptar, sidomos për futbollin në Norvegji. Me Tush ka thuti. Mirë mbrëma Alush, mirë mbrëma dëgjues të Radio Linjës dhe ju që na ndihni pra live sonte në Facebook këtu, po shkojmë për na shohin. E kemi një sportist kuqezi nga në krahun tim të gjatë tu. Me abos kur ai komentatori prej Beogradit atë thotë çka po ndodh kur ngjitet ai flamuri aty thotë është flamuri kuqezi. A kupton edhe kështu edhe ne tash e kemi. Po neve na mungon korrespondenti jon i sportit Femiu, po prapse prap Leo nuk shton letë edhe me neve këtu. I thash Leo, është Leotrimi pra mirë se e ka kaluar më herët, po dëtojmë edhe Leo. Po. Kështu që mirë se je sonte programin tonë edhe musafir i Radio Linjës, një herët edhe do të jesh në prezantim sipër si kryetari i klubit më të vjetër, më të madh që mund të themi shqiptarëve këtu në Oslo, klubit Rilindja. Po. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. E vërtet është se mund thirin edhe Leo, po Leotrim e kam emrin. Pres voglit më kanë thirrë Leo. Edhe një herë faleminderit për ftesën këtu. Për fillim dua ti u përshëndes juve nga kryesia e re e Rilindjes. Dua edhe ti përshëndes shikuesit tonë, edhe ato që dëgjojnë me neve sonte. Dua edhe ta përshëndes kryesinë e vjetër të Rilindjes, zotri Astrid Kuklecin, që ka kryetari i vjetër, së bashku me veteranët e vjetra si Sameatin, Gjemadinin, edhe ato tjertë, veteranat. Unë quhem Leotrim Iljazi, jam 33 vjeçar, jetoj së bashku me familjen time në Oslo, në Lindeberg. I kam 2 djem, i martuar jam. Djalin e madh e kam 12 vjeç, e të voglin e kam 7 vjeçar. Në privatin time punoj në fabrikën më të madhe në Norvegji, Ringnesin. Ati jam që 13 vite, ja fillova si sommervikar atje në atë kohë, edhe me vitet arshme kum do me thanë gradua atje. Jo ba këspari sefte u bana team leader, mandaj shift leader edhe shtash jam area manager atje, kam ansvar për 16 punëtor. Vitet kanë shku shumë shpejt. Por ja ka vlet mendoj se desa djen këtë shteta është mirë me prosperu edhe tash e ka arrit qëllimin në jetën tonë private, duke kriju familje pare, edhe ju urojmë shëndet fëmijëve, edhe juve gjithsesi. Po a ju kanë bërë fëmijë ashtu si ti si futbollist, se ne e dim që je futbollist. Fëmijët më kanë pru këtu ku jam sot, se ja kanë filluar me futbollin, çdo prindë ka, domethënë çat qef me i pa fëmijët e vet më marr me aktivitete të ndryshme. Fëmijët e mi e zgjodhen futbollin. Mandaj tuj pra ato e tu qenë me ato në sportin që e kanë ato qef. Ja fillova më ba trener për fëmijët në klubin Lindeberg ku jemi tu jetu shtash. Edhe ma dhanë mundësin me hinë styre ati, ku më kam styre me lem 2 vitet e fundit, ku mësu shumë për futballin ati, për do me thanë si organizohet një styre, si funksionon një styre. Kom pat rolin e ndryshme ati, do me thanë si ndihmës në aktivitetet e ndryshme. Mandaj, si thash ta kthejmë prap të Rilindja, të Rilindja kom fillu që 2 vitet e fundit. Do me thanë me ato që kom mësu ati në Lindeberg, ka ardhur mundësia tash këtu me basi si kryetari klubit Rilindja. Po mirë, po kthehem te ajo fillimi, për shembull, pse e zgjedhe futbollin? Tash se ka njerëz, ka shumë sporte. Po. Na zakonisht shqiptarët i kemi qef futbollin, pse bash futbollin? Për shembull, a paten dikon që të motivoj shumë ose kini? Po, e kom pat familjen që e kanë qef shumë futbollin. Familja jeme prej kohët e 90-te se kanë pëlqe Manchesterin si klub. Do me thonë mi kanë krejt fansat Manchesterit, tu e këshirë ata. Normal se ato më të ndojt në familje time kanë lujt futballin, edhe që ajo na ka krija edhe njëve tjerve.
jemi domethënë një familje që e përkrajnë futballin, e kemi qef sportin, jo veç sportin futball, po i kishim edhe sporte tjera, si boksin, karate dhe çdo sport, basketballin. Po që ajo na ka kryer neve në anën e futballit. Familja, domethënë këto ekipet e mdoja të Anglisë. Po. Lotrim tash e ceket ti se je edhe në atë ekipin e Lindebergut plus tash edhe me linjën edhe puna onën tjetër. A do t'ja dilsh, domethënë, ndoshta nuk ka ashtë problemi i madh, por Nuk shembull ti je ka aktiv. problemi i madh, jem aktiv. Unë me klubin Lindeberg kum fol, domethënë kum dhënë dorëheqje se shtash bana kryetar në klubin e Rilindjes. Një klub domethënë që ka prerë në shqiptare. Kam shumë qef me punu e bashkëpunu me klubin, se ka historinë shumë të veçantë. Pyeta më herët datën. Unë e kam shu, po tash e harrova, se moj mend. Klubi formuar në 12 prill 1987. Do me thonë, para një jave i ka pa ditëlindjen, i ka ba 38 vjet si klub. Ka ekzistencën shumë gatë, do me thonë, si thonë në norvegjest deri ti orë. E ka historinë e vete, do me thonë, ja kanë fillu klubit shoqërisht, në atë kohë kanë ardhur në Norvegji shqiptarët, për me pat një vend ku mund të miren me aktivitetet e ndryshme. Po, Alush ishte klubi Kosova, domethënë emri i parë Në jetën kohë do me thonë u formu klubi Kosova dhe Radio Rilindja në 87-ën edhe pastaj për rrethana politike këto edhe që kemi marrë informatën nuk ka mujt me ekzistua dhe më regjistru si klubi Kosova atëherë edhe e kanë ndru e kanë bote Rilindja. Me thonë qysh ka qenë edhe... Në jemë edhe maj malë, maj mirë, se kështu Kosova atër po kryzome edhe ne me një shtetë, do e di që Leo është i Maqedonisë, kemi shqiptar, edhe me të ushalushi shqipnis tash se ka ndru teren, që do të më përgjithësi. Na besoj se punojmë për Shqipërinë e madhe të gjithë. Shqipërinë tonë, që se kemi pasë. S'ka lidhja ai i Maqedonisë, ai i Kosovës, ai i Shqipërisë, punojmë për një komb. Unë këtu vetë kum lind në Norvegji, po familjarët na kanë pru atje, na kanë kthyt te vendin e prindve, e na kanë mësu do me thonë traditën e kombin, e na për që ato se një tjetojmë. Edhe fëmijët e mi, do me thonë, baba plak jem, Rameti Paspirtit ka arë Norvegji në vitet e 60-at fundit, po e na ka mësu edhe prind tonë, do me thonë me përmbajt vendlinjen, po edhe na i mësojmë fëmijët tonë, e do me majt gjakin tonë, me majt traditat, kombin, po edhe fenë që e kemi, këto senet bashk ban shumë. Apo na tregon në emrat e diqes do të ndroni as logon, nuk do të ndroni as uniformën, do shkoni në atë aspektin ku jeni në shtëpi, ku që zi, do me Na thonë. punojmë në atë aspektin ku që zi, jemi në klub që punojmë me inkludering, dojmë do me thonë edhe nacionalet tjera, se ti përfshimet punojmë përbashkët me këtë nacionalitetet, nuk jemi një klub që du me ekskludu t'i kanë, po punojmë bashkët, s'kemi me ndru kur gjanë, kretat kanë të njëjta, përveç për këto vitit të arshme që vinë shtash, kena me ndru dresat. Do me thonë ja fillojmë prej fillimit. Me blankarë, si thajnë norvegjest. E çdo kush është i mirëseardhur te klubi jon, a din me lujt futball, as din s'ka kur gjatë të bëjmë me ta, na dum kreti marmi. Për vitin e tashme që jemi në 2025, na shtashimi të fokusu në dy ekipe i kemi, ekipin A dhe ekipin B. Jemi dedikun të 60 lojtar në për të dy ekipet, a në vitin e arshëm 2026 na kena me ja fillu me ekipet e fëmijëve. Dojna me pas fëmijë. Mo diçka që s'ka pas më herë i Lindja, si ka pas të ashtë përfshime si ka pas total, do me punu me fëmijët, me inkludu fëmijët e rritin klubin. Do me thanë se në përmet fëmijëve mi, na për turnirë, na për kupe këtu në Norvegji, kum pa shumë shqiptar, që kanë shumë fëmijë që din me lujt futball. Prej moshën 6 vjeç, 7 vjeç. Inshallah në të ardhmen për t'i binë të shqiptarët, ekipa jonë Rilindja, dhe sa me i qu dikun tjetër. Se nuk do me thanë se ti e qonë të një klub maj madh në Norvegji, se aj fëmija ka me arrit dikun, ose arrit ma shumë. Po, inshallah t'i binë të klubi jonë, se aj fëmija i mirë, edhe kur të mrihen në një nivel më lart, ato klubet e mdoja kanë me marrë si e si. Ata.
Ato normal që shihet ai po parasysh ku lun. Qa është e mira është që në ekipe tjera, për shembull që i kanë fëmijët, ne e dim çish funksionon ajo, dikun dushin me prit ndoshta 1 vjet, se s'ka vend për me regjistru, besa edhe pagesa është shumë e madhe. Aty edhe të njëjtën kohë ekskludimi është pak më i lehtë atje se me qenë te rilindja. Në rilindje për shembull s'ki me prit hiç, çmimi nuk është çaq i lartë si në ekipe tjera, edhe do me thonë, mu inkludu sa ma shpejt në lojë edhe në atë pjesën sociale është shumë mirë, për shembull se edhe flitet shqip, edhe norvegjisht edhe krejt, po të njëjtën kohë më e mira që është që s'ki me prit asnjë minutë, do me thonë, je regjistruar edhe fillon me nerë aty, se me siguri ka me pas moshat ndryshme, jo vetëm një moshë. Se moshat prej 2018 ose fëmijët prej 6 vjetë e të lartë. A do të ketë edhe për vajza? Po, na duhem edhe ekipe për vajza. Mesazhi jonë sonte është, do me thonë, çdo shqiptar, çdo nacionalitet që është, të inkludojmë edhe vajzat, se ka edhe vajza shumë talent këtu në Norvegji, i duhem ata të klubi jonë. Po edhe si kryesi, në të ardhmen kena qef me pat edhe me inkludu edhe gra në kryesin tonë. Se të marrë shembull të kompanija që jam të punu, shtash janë 44% në administracion femra. E do me thonë edhe në futballin këtu në styre ku jam kanë Lindeberg, janë kanë 60% do me thonë femra në styre. Ajo është një gjë shumë. Është nga ajo që kanë kohë më tepër femrat për ata. Janë kanë më tepër. Se neve dimë nga ajo përvoja me alushin kur i dërgoj fëmijët tonë në handball sidomos unë edhe maj mend që më shumë ka pas grati edhe që janë kujdesën gjatë lojrave edhe në kryesi. Kur na kanë pyet neve, kemi thonë jo se s'kemi kohë, do të folmi me gratë tona, edhe unë mendoj që jo se do ta qetë të jemi asaj pjesë e shoqërisë sot, por ata që mund të kontribojnë edhe ta gjejnë vend aty pse jo të jenë pjesë e kryesive këtyre organizatave tona shqiptare, sepse ata që mendojnë që nuk je pjesë e një shoqërie nëse nuk inkludohesh këtë drejtim, është gabim. Neve sot e kemi edhe qendër fetare me antar ku vetë kryesorja është femën, e kësaj qendre ku jemi në këto, pastaj ka kryetarin e ka komplet kryesin tjetër. Po na tregon disa prej emrave nëse ti kujt se tash je kryetari i klubit, prej edhe të stafit që jeni tash kryesia dhe të lojtarëve që i keni. Po, tash në kryesinë e re kam veti Lorik Dearin, i familjes Deari, që janë kanë, do me thonë, që kanë formuar themelusit e klubit. Aja në sleder, shumë djalosh. Aja është edhe në futballklubin Graj, si domër ansvarlik. Ka shumë provoja atje, po, të klubi atje shumë, po edhe në rilindja. Ka 6 vite që lunë në klubin, si futballer. Shumë djali mirë, edhe ka kontaktit e mira në Kresën, në NFF. E kam e ju për temin, nga familja e temi, edhe ato janë kanë, besoj se Fadili, ato janë që kanë lujtë për klubin për para. Ajo është edhe në styre, edhe është asistent, me trenerin Blerim Regjepin, se kemi edhe futballeri klubit akon, po është trener, kemi rikëthi ata, shumë djalosh. E kemi për veteranëve Murtezin, ka ardhë, do me thanë, si ndimës për neve, si supportiv me kanë. Plërat Haklajn, Arben Shabanin, ai është i Tetovës, e një fshat që vjedhë unë, edhe i ka këto arbëri të këto duqanet në qytet, në Grëndan. Kam edhe Lirin Velin, Albin Muratin, edhe Aldion Qazimlarin. Do me thanë, jemi shumë një grup me 3, që dojmë me mësu, ala, se do me thanë nuk e kemi vëdes një klub për para, po shto muhet që kemi kanë, do me thanë në styre, kemi arritë të bëjmë shumë punë për bashkë, jemi shumë open, do me thanë për senet, punojmë shumë mirë. I kemi ba edhe këto futbol leder kysh, unë edhe ai Loriki, se vynë me pas to, kuri do me thanë si certifikata, për shembull. Si certifikata, po kemi edhe me marrë dhe do tjera. Që ato jemi, për momentin.
Leo sa i përket objektit, lokaleve, tash ne dim që klubi Rilindja derisa ka ekzistuar pak më herët, nuk do të thotë që është mbyllë, ju e keni hap tash për fillimit e një gjallë, po jeni një vazhdimsi e këtinve që i ceke më herët disa prej emrat atinve veteranëve që e kanë majtë gjallë këtë klub për këto 3 dekada, 4 dekada po bëhen. Kështu tash si qëndron stata me lokalin, financat edhe gjitha ajo mbështetja që ka nevojë ta ketë klubi. Po këshire, për momentin nuk e kemi lokalin ton, si e kemi pas përpara, po jemi do me thanë të punuar për me gjetë një vendin, dum një vend central, ta kemi afer se jemi banën tonë, fushën ku di lumin ndeshje tona, në shtëpi e kemi në Hergerud, e dum një vend me pa central. Për momentin jemi për një kohë shkurt të klubin Rijen, të Xhamia Vjetër. Ati e kemi si klub bashkë me Samin ati. Do me thanë të ardhme inshallah e gjemi një vend. Po. Për qatë kemi bashkëpunim me atë Ben Buli, është një pronar shqiptarve që miret me ndërtesa banesave dhe kësoj. Edhe ajo është të këshirë lokale për neve në momentin. Dhe me thonë, do një me vazhdu si për para, që shka qenë një vend takimi? Dojmë me vazhdu si për para, takimi një vend, do me thonë ku takohen shqiptarët për aktivitetet e ndryshme, ku mund edhe lojtarët mu taku me këshirë në ndeshje futballi, po me pat festa, se Rilindja gjithmonë ka pat festa të ndryshme, për që ato. Edhe është mungesë, do me thonë, shumë që kërkohet, pse jo mos me vazhdu Rilindja me një lokal të ri. Po mirë, tash kjo stafi i ri, kryesia re, lokali i ri, veç po ndreshën, senet po vinë, me gjithse, mirë tha me tushi vazhdimësia e kësajna po vazhdon, që është ma me rëndësi, që mos mu nalë, për shembull, se nuk ja vlen, se ata që kanë punu, duhet me lavdu shumë, sepse me të vërtet ka qenë sakrifice madhe me majtë një ekip të futbollit, mi mbledh 80 lojtar, 60 lojtar, nuk është pak, edhe mi koordinu ata, kur krejt kjo mbledhet, vjen ajo qërshia me i torte që i thojnë ekonomia. E tash duhet munoj pak të ekonomia, sepse ekonomia është shumë e rëndësi, për me ekzistu klubi, që ju me mujt me pas suksese, edhe më ngrit klubin, dion, se në ekzistimin do shta e banë vetëm se me anën e një shoqate një lokal, po për me arrit qëllimet ku dojnë me shku, se do të më graduet në aspektin e ligave, atëre do të ta kenë lekun ati ku do të i paguin fushat, të trajnojnë ato mi thash ushtarët, se kënalitet të lojtarët janë ushtarë në ekip, kështu që do të trajnojnë ato, se ka luft, edhe kështu ajo do të. Tregona pak për ekonomi ku jemi, që tash qysh që ndrojnë ekonomi. Ta këthim kohën prap, ta këthim shumë vite prap kura formuar klubi, do me thonë ja kanë fillu prej zeros. E na tash nuk e fillujmë prej zeros, a me normal se ka hargjime klubi, si thatë edhe ju, ka, do me thonë, do t'i paguish refera, do t'i paguish ato stadionet që i përdoren, do t'i paguish dresat, ka shumë hargjime. E na si klub, do me thonë, ju këthena gjithë shqiptarve që janë në Norvegji, çdo kush që ka në ai firmë, në organizatë, në sen, do me thonë me qatë që kanë mundësijat e vetë ato me ndihmu klubit. Ma mirë si që kam për neve, për me e majtë edhe vitet e arshme. Këto 2-3 mujtë që kemi pas në, do me thonë, klubin dorë, 4 sponsore i kemi, për vitin e arshëm, e kemi advokat firma Tashakori, është një advokat i ri këtu në Norvegji që ka hap firmën e vetë edhe ka desh më bahuve sponsor për neve. Mi pat bashkëpunime me ta edhe do me thonë... Që ka emrin? Advokat firma Tashakori. Tashakori. Po. Ato gjdo sponsor që e kemi ka me kanë në faqen tonë zyrtar, do me thonë mund t'i shini atje edhe kina mi pas edhe në dresat e reja që kanë më ardhë. E kemi edhe Ben Buli, që për mena pak ma heret. Me pronar shqiptar, që miret me ndërtime të shpijave, banesave, edhe kemi di kompanije që janë prej jashtëmit, njëna është Kozani, është një firmë në Danimark, që miret me kësoj sanitare, ting do me thamë. Pajisje sanitare. Edhe Brickmate i qashtu, me granit e kështu. E janë sponsore tona, samarbejs partner tona, po na jemi të hapën për edhe ala ma shumë. Do me thamë, ta ma shumë sponsorët do të bandë ma letë edhe për ato që janë që keni deri tash, po. Edhe do me thonë kur kanë me kanë deshme tona, t'i shofëm edhe tifozat me ardhë,
me na suportu, se këto janë sene që do me thonë e rritin atë atmosferën ati, do me thonë... Lojtari 12. Po, lojtari 12 duhet me qenë aty, se Lindja gjithmonë ka pas tifozllëkin. E dim që gjithkohon kur ka pas lojrat mëdha, gjithmonë kemi qenë aty, edhe tash duhet edhe më shumë, do të thonë, sepse mund t'i afrojmë, mund t'i me atë motivimin na që jepim, e këta mundën me arrit prap ku kanë qenë përpara në tretën ligë, para më thonë tretën ligë një ekipe huj në Norvegji, 2 vjet me radhë, nuk është pak, se treta ligë e luan kupën e mbretit, për shembull, me pas na fak mu kvalifiku, edhe në Levo Stadion luhet si me ardhë Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, dikush me luajt për shembull aty janë edhe Rilindja. Pse mos të me pru aty mundum ka dale, tifozllëkin jo, ekonomia, sponsorat 2, grassruta është e njëjta, nuk ka ndryshuar, do të thonë që ajo është e njëjta. Edhe ata që ende janë në dyshim ose nuk e dinë se çfarë është grassruta aty që luan Norsk Tipping, Lotto me kuaj, me qatë koft, për shembull, e ki mundësin, edhe shumë e Rilindja IL, me siguri është letë me gjetë. Letë është me gjetë. Letë është me gjetë, Rilindja IL, dhe mund është mu bo, për shembull, ty nuk kushton kur gjë hiç, 0 kruna, i kushton shtetit. Edhe bosh antare aty, edhe sa e të lunë ti, i shkojnë 1% atje klubit. Këto janë për shembull mundësitë që mundën sot secili mi bo. Sa i përket sponsorëve, kishte qenë mirë për shembull se kemi besa firma plot. Edhe ku edhe lotrimi thash shumë mirë në fanelat e tyre për shembull, tash edhe në shortset edhe në fanelat në këtë në anën ato do të kenë emrat e tyre. E të njëjtën kohë edhe banerat në fushën të shtëpisë, do të thonë ku luajnë aty në Augerud, do të jenë banerat për shembull me emrat e tyre. Ajo është kënaqësi sepse ndjenjat kur je sponsor për këtë ekip që kemi gati 40 vite, dhe pse mos ja vazhdojmë edhe 40 vite. Po mirë, Leotrim, tash kjo pjesa e kryesisë vjetër. Me siguri se do të jenë mbështetje në kohë, për shembull në transakcionin deri sot kaloni. Kemi pas shumë mbështetje në transakcion, se ende do me thonë kena nevojë për mbështetjen e tyre, e na kanë suportuar shumë të gjithë që janë kanë në kryesinë e vjetër, po edhe... Më na thani një herë, Leo, se të pashina faqe tash i gjeta këto po e shkruajmë, thotë duke fillu prej Deharit, e vazhdojmë pastaj me Xhemadin Nezirin, Jamesin, Qani Dehari, Indjer tani, kemi Rufi Mahmutin, Naser Ademin, Sinan Idrizin, është Indjer dhe Naseri, Sinan Idrizi, Samet Idrizi, Abdilhamid Shabani, Fadil Etemi, Murtez Dehari, Haki Etemi, Nafi Mahmuti dhe Astrix Kokleci. Dhe me thonën, akonën Goxhanini, mund të thëmë një batalioni shqiptarëve që kanë qenë edhe mbrapa këtynve. Këto kanë qenë ato që kanë pri para, po jem kanë edhe na pjesë organizimeve të ndryshme, sidomos edhe Bartjes, kur u bon me lokalin e tyre, atëherë ishte një kënaqësi e madhe për ta pa klubin i Lindja, me pas një lokalin e vet, dhe çdo secili ka kontribuar shumë sa unë mendoj që është një gëzim i papërshkrueshëm edhe për neve në ato para 20 viteve ishte kjo kur ndodhi që klubi i Lindja arriti të bëhet me lokale, dhe kjo tregon se lokali, ekonomia sjell në realitet ta motivon lojtarin që të jep kontribut në fushë edhe më të madh, edhe pse jo mos me arrit ato, domthonë ishte në divizionin e tretë apo ligën e tretë atëherë, por me do e mos për me majt këta duhet me pasën edhe më shumë lek pasanena edhe shumë punë, por edhe sakrificë, ja që unë mendoj me Juve si djem 3 tash jeni energjik komplet. Besoj që ja dilni, po është ajo që duhet t'ju ndihmohet shumë për ta pas gjallë këtë klub edhe për 40 vite tjera. Dhe gati 40 që s'pi afrohet kjo tash, edhe më 40 tjerat, ndoshta do t'i ketë më zoshme jo në aspektin se ju keni konkurrencë madhe, po problemi që tash kërkohet, kushtet bashkëkohore, domethënë kërkojnë pak investim ndoshta pak më ndryshe. Se sa nuk di se si ka shku më herët, po ne di se ekipi i futbollit A, ekipi A që ka qenë fushë gjithmonë, ka shkuar shumë, domethënë me stil. E kem pasën edhe me dresat kvalitativ, pucat apo vetë patika që kanë luajtur i kanë pas kvalitative, kështu që mendoj kjo nuk do të mungojë në talmen, jetë pjesë domethënë e një futbollistit mirë që do të në fushë edhe do të ballaqafohet me një ekip tjetër. Kjo unë mendoj që edhe me dashtën Leotrimi me bo vetë smunet ta band, pa ja pas përkrajen
shqiptarëve, sidomos tonë, ndërsa na po vazhdojmë ta kemi emrin Rilindja, ta kemi logon tonë shqiptarët vitit 1987 në Norvegji. I duhet ndihmë, i duhet përkraje, sidomos ajo në aspektin ekonomik, që duhet ekonomia të jetë nivel. Patjetër. Po mirë, Leutrim, tash po nalim pak te ajo pjesa, tash për tash jemi në cilin divizion? Tash për tash, ekipi A është në divizionin e 6. Në 6, dhe me thonë, për 2 vite ku mundet me mri? Po nëse, do me thanë, krejt shkojnë si pas dëshirave, do me thanë mas punëve, për 2 sezone mund me arrit divizionin e 4. Divizionin e 4, do me thonë, unë e pata qëllimin që 40 vjetorin, kur e bojmë për shembull, ta bojmë një plan për 40 vjetorin, ta kemi një synim për shembull që të vim ligën e 4 dhe për me mri deri aty tash na duhet mu mobilizu për shembull sponsorat, tifozat, edhe krejt ata që kanë dëshirë. Kurgjë po edhe mantia me maru mi u pru ka njëherë është ja vlen, e jo mo sene tjera. Atëherë gjithë ata që kanë dëshirë, edhe që din dikon që mundet me qenë sponsor, e para që është, afroni sa ma shpejt, edhe na që jemi tifozët pra të pregatitemi që ti përcjellim lojnat, edhe të jemi aty, çdo herë që ti motivojmë edhe këtë kryesin e re, me eksperiencë bukur të mirë, edhe lojtar, edhe kryetar, edhe trenera, edhe të njëjtën kohë, për shembull, që na ka neve si lojtari 12, që mos mu lota, mos me ndi lotësin. Ku mundën njerëz me ditë lojnat ku janë, që janë edhe ku luan? Na shtash ja kemi fillu prap me i ba refreshment ato faqet tona se janë kam pak si vdekur, na. Faqen zyrtare kemi ba update, rilindjafk.no, Instagramin e përdormi, ati kemi do me thanë me qitë këtë ndeshje tona kur janë, kush ka me ba startuës, do me thanë të ndeshjeve, edhe në Facebook kemi shpërnda këta. Dhe me thonë 3 portale në media sociale, e gjeni Rilindja IF, rilindjafk.no është faqe zyrtare, Instagramin Rilindja IL, edhe në Facebook që ashtu. Ajo që do t'jetë edhe nga ona jona lusht, ne kemi portalin albaner.no, do t'jetë në faqen e parë, në ballinën, domethënë, ku janë të radhitur Rilindja, shkolla shqipe do t'jetë edhe klubi i futbollit Rilindja, edhe ajo Leo që ne mund ta bëjmë këtë radio që do të flasim ndoshta çdo të premte për juve. Që pa tjetër një minutë apo 2 do t'ja kushtojmë Rilindjes, ta dimë se çka ka bërë Rilindja gjatë javës, pa diçka na kena me përmend Rilindjen, domethënë kemi diçka për Rilindjen, kështu që besoj që edhe vetë korrespondenti i Radio Rilindjes që mirret me sport, do të jetë pak më aktiv tash se do të ketë punë me klubin Rilindja, që t'ju përcjellë edhe na për lojnat e juve, t'ja bëjë fotot profesionale, e kështu që të kemi ata afërsinë ta kthejmë mbrapa sikur që e kem pas më herë dhe sikur që i takon këtij klubi shqiptar Rilindja këtu në Oslo. Faleminderit. Po që ajo është ajo që është e mira për shembull që njëri tjetrin ta mbajmë, ta çojmë sa më nalt se atëherë nihemi edhe na më mirë, edhe për neve është më lehtë. Lushe kemi një pyetje për Leon tash se e harroj. Në kuadër të klubit futbollit Rilindja kemi qenë pjesë e ne aktive e këtij organizimit turnirit Adem Jashari, domethënë ku edhe ishte një krenari mund të them shumë kombëtare dhe e madhe për neve shqiptarëve, kur vetë djali Adem Jashari, Lulzim Jashari na e dhuroi neve atë si lloj mund të themi tash marrëveshje, kontratë, bashkëpunimit, po ai s'ka pas bëje me futboll, ka pas bëje me luftë. Familja e Jashari, sidomos familja e komandantit legjendar Adem Jashari, kështu që me turnirin e parë që organizu në Drobak, ishte ky djali në Drobak, jo Lulzimi që ishte, po Nasuf Gjulani, ishte barsi i parë i turnirit, ku ishim në pjesë me klubin Rilindja. Rilindja atë kishte 2-3 ekipet vetat pjesëmarrëse në këtë turnir, edhe domethënë mas 2 turnireve ju dha solemnisht në klubin e tyre, domethënë kjo lloj kontrate që të vazhdon t'i pri organizimeve turnirit edhe Adem Jasharit. Derisa neve, Rilindja ka qenë pak më në pasivitet, mund të themi, ishte bartës një vitit Fortuna, ishte pastaj edhe vitin e kaluar kjo ku po shohim këtu që kemi para nesh të futsal kup Adem Jashari që e mbajti Prishtina, FK. Por a do ta ketë se kjo është e juaja, domethënë është e Rilindjes, a do ta vazhdoni Rilindja ta mban? Në vitin e ardhshëm do ta bëjmë na. Me thonë ta ringjallim prap këtë kup që ka pas Rilindja,
me mundësia tona. Edhe ati do me thonë kërkojmë do me thonë ndimin edhe të veteranave edhe krejt që do me thonë kanë kontribu në këtë kupë për para. Kjo është do me thonë në agendën tonë të styremetëve tona patjetër. Shumë mirë, do me thonë në nëntor të këtij viti 2025 e merrni përsipër edhe organizimin edhe bëhet do me thonë prej këtë norvegjisë që vinë shqiptar. Ku ka më bë hala nuk i kemë mendos, po jemi të këshirë prej stashit, do me thonë lokalin me gjetë e krejtat edhe me ja fillu organizimin e kësaj kopit. Është kërku do me thonë edhe përveç kësajna, është kërku që të ketë edhe një turnir tjetër nëse bëhet mundësia. Për shembull, a keni menduar edhe për ato sepse është një takim shumë i mirë për neve shqiptarëve që dikush luan, dikush rinç aty, sa mu taku një tjetër. A keni menduar për këto? Një turnir për shembull kur është pak më nxehtë koha, jo dimrit. Për atë se kemi mendu, me kjo është diçka që mund të marrmi, do me thonë, në konsiderim. Neve nuk e di mende me shkollën shqipe këto dhe qendër që jemi, ne kem kërku që në qoftë se do të marrë një piknik veror, sikur që kemi bërë më herët, këtu në Keberg, fushën e Kebergut, që të ftojmë disa prej juve, prej futbollistëve, që të mirën me fëmijët në disa aktivitete të bojnë atë ku të jemi në fushat i jashtë. Po këto varet pak edhe prej kohës, motit, qoftë se marrën moti i mirë, e kemi vendosur që këtë vit më do të ketë 8 qershor, është e diell, po ne do t'ju informojmë nëse ndodhet që të bëhet ky piknik, atëherë kemi dëshirë që klubi i Lindja të jetë aty. Sidomos për mu regjistru edhe për fëmijë për shembull. Që mund ta bani të arritni edhe në qëllim, domethënë ne di shtojnë me një gjujt me 2 vrame aty se është një punë e mirë se dalin fëmijë aty të kanë më marrë dëftesat, po mund të regjistroni i merrni si mund t'i zbuloni talentet e në majspari, aty në fuaj edhe t'i merrni me njerë me veti. Që që mas pushimeve që i keni, ato në lojrat e juve dhe takimit e juve që do t'i bani. Leon, nëse nuk ke diçka tjetër me shtue, atëherë neve mund ta mbyllim programin këtu, por mendoj që ju keni shumë punë, neve do t'ju përkrajmë. Faleminderit shumë, edhe një herë për ftesën. Shumë mira kanë për neve me kanë sonte me juve këtu. Me thanë mesazhin ton, shpresojmë se në të ardhmen kemi sukses përbashkët, se na do me thanë me punu përbashkët me krejt shqiptarë që janë, po edhe me të tjerët, të inkludojmë edhe tjerët, me kjo klubi është shqiptarët. Inshallah do të jetë deri në fund, si thave ti edhe 40 vjet tjera, po inshallah edhe 100. Po. Atëherë edhe një herë për ata që janë të interesuar për me gjetë klubin edhe aktivitetet e sajna, i keni 3 portale, keni web portalin, keni në Instagram edhe në Facebook, ku shënoni Rilindja IL ose Rilindja FK, edhe i gjeni aty edhe lojnat kur janë, kush qëndron aty, numra telefonit, gjitha ato. Me rëndësi, për shembull, sponsorët numër 1, edhe tifozët numër 2, gjithmonë me konë 100% aty, të sigurun, edhe pastaj dihet që suksesi është te dera. Ajo vazhdon. Ne të falenderojmë shumë që arsonte, edhe ju urojmë shumë suksese kryesisë të re, që ka marrë një kohë derisa është kriju, edhe tash edhe transformimi që ka qenë prej të vjetrës në tren, edhe me siguri se do të shihemi shumë shpejt edhe një festë lokalit e reja, kur do t'i hapni, edhe do të takohemi aty, edhe ajo e jona është që t'jemi gjithmonë mbështetës edhe numër 12 për këta djemt që me të vërtet edhe eksperienca edhe entuziazmi atyve edhe neve na bën shumë të lumtur. Faleminderit shumë. Sukses. Faleminderit. Ta falat ty vetën, si as një tjetër, se t'kom dësht.